Kombëtarja e Kosovës ka shënuar një fitore të madhe ndaj Suedisë, duke dhënë një paraqitje të jashtëzakonshme që u përshëndet menjëherë nga presidentja e Republikës, Vjosa Osmani. Përmes një postimi në rrjetet sociale, presidentja shprehu krenarinë e saj për skuadrën, duke vlerësuar zemrën, karakterin dhe lojën fantastike të Dardanëve. Rruga e Dardanëve drejt fitoreve vazhdon. Djemtë e Kosovës treguan zemër, karakter dhe lojë fantastike sonte ndaj Suedisë duke fituar 1-0, duke na kujtuar se kur luaj me shpirt, asnjë sfidë nuk është e pamundur, shkroi Osmani duke ndarë edhe fotografi emocionuese nga festimi i golit të fitores, i shënuar nga Aslani. Ndërkohë, nuk ka munguar menjëherë pas përfundimit të vërshëllimës përfundimtare edhe urimi i kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, i cili me anë të një fotoje të veçantë të postuar në profilin e tij në Facebook, ka shkruar ndër të tjera 2 krena, 2 fitore, 1 shqipe, duke ju referuar fitores së Shqipërisë një natë më parë në Serbi dhe kësaj të hënë në Göteborg të Kosovës. Hajde atë! Hajde! Unë jam Shqipe nga Kosova, e kam në mend sa Kosova. Zemra mre, o për zendin tim. E shkoj qeli me fluturua, oj Kosovë sa shok të tua. E shkoj qeli me fluturua, e kam në mend sa Kosova. Zemra mre, o për zendin tim. E shkoj qeli me fluturua, oj Kosovë sa shok të tua.